E diela e fundit e muajit qershor ka dyndur qytetarët dhe pushuesit drejt plazheve. Kjo ditë ka shënuar edhe numrin rekord të frekuentuesve të vijës bregdetare, ndërsa çdo plazh ishte i frekuentuar. Java e fundit e qershorit ishte më e nxehta dhe qytetarët si shpëtim nga dhapa përvoluese kanë zgjedhur të freskohen Buzdetit, sikundër kanë bërë edhe këtë të diel. Për meteorologët, qershori vitit 2025 klasifikohet ndër më të nxehtit e 2 dekadave të fundit, nëse temperaturat mesatare të këtij muaji janë 27 në 32 gradë Celsius, këtë qershor ato arritën rekorde, duke shënuar deri në 40 gradë. Ndryshe nga insekti përvoluesi i qershorit, ditët e fundit të tij do të mbyllen në vijim me mot të freskët. E dila e fundit e këtij qershori ka rikthyer temperaturat tipike të muajit, ku termometri është ulur me 4 deri në 5 gradë Celsius. Gjatë fundjavës është e pranishme edhe era. Ndaj thirrjet e autoriteteve janë për të bërë kujdes nga dallgët në Bregdet, veçanërisht për fëmijët. Por ulja e temperaturave duket se nuk do të zgjas gjatë. Muaji korrik fillon me një situatë tjetër sinoptike. Gjithashtu, këtë të diel, edhe trafiku në rrugët e qytetit ishte i dendur. Kryesisht në rrugët që lidhin qytetin e Vlorës me Bregdetin, ka patur një prezencë të lartë të automjeteve që janë parë të lëvizin në drejtim të jugut të vendit apo edhe të tjera që nga jugu kanë hyrë në qytetin bregdetar të Vlorës.